Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot do të përgatisim së bashku të ushqime speca të kuq, të mbushur brenda me lakër të grirë, karrota dhe speca të grirë. Nuk e di nëse i keni përgatitur të ushqit për këtë vit, por nëse akoma nuk e keni nisur, unë po ju sjell sot të recetë të familjes, edhe nëse ju pëlqejnë, mund t'i përgatisni fare lehtë në shtëpinë tuaj. Këto turshi bëhen pa vlim, pra nuk ka nevojë t'i zjem vazot në fund të procesit, pa konservues dhe në fund dalin shumë të shijshme. Le të nisim me përgatitjen. Në fillim do të përgatisim mbushjen me lakër, karrota dhe speca. Për 2 kg speca të kuq, unë kam përdorur gjysmë lakër, 1 karrotë dhe disa nga pjesët e specave që më tepruan kur i pastrova dhe i preva specat. Ose të themi 2 speca në total janë mjaftueshëm. Të gjitha perimet do i grim imët, unë i kam ngrirë me një rende, por ju mund të përdorni edhe nga ato thikat që qëroni patatet ose karrotat. I grim imët, lakrën, karrotën dhe specat. Edhe më pas i shtrydhim me duar perimet që tu nxjerrim lëngun sa të mundemi. Më pas i lëm gati për të mbushur specat e kuq. Tani do të përgatisim specat e kuq. Metoda që do të shikoni tani do ju duket e njohur, pasi me këtë metodë kam përgatitur edhe specat e kuq turshi, pra gogozharet, që i kam publikuar disa ditë më parë në kanal, por unë për specat turshi përdor të njëjtën metodë. Në fillim do të pastrojmë specat, do i lajmë mirë dhe më pas i fshim. Më pas i presim specat duke u hequr pjesën e fundit dhe farat. Pjesët që pristin nga specat i përdorni për t'i prerë dhe për të mbushur specat brenda. Më pas specat që presim i shkundi mirë në mënyrë që dhe farat që ngelen brenda të shkunden mirë. Unë kam përdorur speca që janë kastile për këtë lloj turshie, speca të mëdhenj me cip të hollë dhe të gjatë. Por mund të përgatisni turshi me çfarëdo lloj specash të kuq që mund të gjeni. Pasi i pastrojmë specat mirë, tani do përgatisim lëngun me uthull për të zhytur specat në të. Për këtë në një tenxhere do hedhim në fillim uthullën e mollës, ose nëse doni mund të përdorni uthull të bardhë, kastile për turshi, si të keni mundësi që ta gjeni. Në total unë kam përdorur 2 kg speca, prandaj kam shtuar në tenxhere 500 ml uthull 6%. Kam shtuar më pas në tenxhere edhe 1 litër ujë. Gjithmonë sasia e ujit me uthullën duhet 1:2. Pra nëse përdorni 1 litër uthull, duhen 2 litra ujë. Unë kam përdorur gjysmë litre me uthull dhe prandaj kam përdorur vetëm 1 litër me ujë të ftohtë. Shtojmë në tenxhere edhe një lugë gjelle plot me krip. Po të doni, përdorni edhe krip të trash si të keni dëshirë. Shtojmë gjithashtu edhe gjysmë lugë gjelle me sheqer. Sheqeri përdoret kur përgatisim turshi pasi zbut aciditetin e uthullës. Por gjithashtu sheqeri në këtë rast shërben si konservues për të ruajtur turshit për një kohë të gjatë. Pasi siç u thash edhe në fillim të videos, për këto turshi nuk do të përdorim konservues. Prandaj sheqeri na ndihmon që të ruajmë turshit për një kohë të gjatë. Doja t'ju thoja që kripën dhe sheqerin e shtoni gjithmonë sipas shijeve që ju keni. Këto që unë kam në video janë sipas shijeve të mia. Gjithsesi me këto përmasa, lëngu i turshive del shumë i mirë. Por ju çdo gjë e provoni, pra i shtoni përbërësit siç e shikoni në video dhe më pas e provoni lëngun e turshive. Nëse ju duket se lëngu për shijen tuaj do pak më shumë krip apo pak më shumë sheqer, atëherë shtoni ato sipas shijeve që ju keni. Unë gjithashtu i hedh lëngut edhe 2 lugë gjelle me vaj ulliri. Përdorimi i vajit është sipas dëshirës. Në fund i përzieni të gjithë përbërësit dhe e lini lëngun që të marrë val mirë. Kur lëngun nis të valoj, tani do fusim specat pjesë në mënyrë që specat të kenë vend që të ziejnë në tenxhere. Pasi hitni specat në lëngun që zjen, do i lëm të rinë njërin krah për jo më shumë se 10 sekonda dhe më pas i kthejmë specat në krahun tjetër dhe i lëm të rinë edhe 10 sekonda të tjera, pra 10 sekonda në njërin krah dhe 10 sekonda në krahun tjetër, pra në total 20 sekonda. Nuk do ju rekomandoja që t'i linit më shumë në uthull, pasi do t'ju zbuten shumë edhe më pas turshit nuk ju rinë të forta, por do t'ju zbuten. Prandaj për mendimin tim, 20 sekonda në total janë mjaftueshëm.
por dua t'ju them që specat në këtë rast janë speca të mëdhenj, prandaj unë i kam lënë 10 sekonda në çdo kraq të ziejnë në uthull. Pasi nëse i keni specat nga ata të vegjëlit, do t'i lini më pak të ziejnë në uthull. Pra çdo gjë varet edhe nga madhësia e specave. Nëse i keni speca si këta në video, i lini kaq sa që kam lënë edhe unë. Nëse i keni specat më të vegjël, do i lini jo më shumë se 8 sekonda në uthull, pra jo më shumë se kaq. Kështu do të veprojmë derisa të përfundojmë të gjitha specat. Më pas specat i heqim dhe i lëm që të ftohen disa sekonda para se t'i mbushim me lakrat dhe karotat dhe t'i fusim në vazo. Pasi specat ftohen pak në mënyrë që ne të kemi mundësi që t'i prekim me duar, tani do t'i mbushim. Mbushjen e përziejmë mirë, pra lakrat, karrota dhe specat i përziejmë së bashku dhe më pas do të mbushim specat. Mirë është që specat i mbushni sa më shumë dhe mbushjen ta bëni duke i ngjeshur sa më shumë që të keni mundësi që të mos dalë mbushja jashtë. Ndërkohë përgatisni vazon ku do bëni turshit. Mirë është keni vazo që janë të sterilizuara, qofshin këto vazo që i keni përdorur më parë, ose nëse keni mundësi, merrni nga ato kavanozat që janë të posaçëm për përgatitjen e turshive, sipas mundësive që keni. Vazo dhe kapakët i zieni para se t'i përdorni dhe në këtë mënyrë sterilizohen dhe jeni të sigurt. Për përgatitjen e këtyre turshive, unë kam përdorur gjithashtu edhe 2-3 thelpinj hudhër, gjethe dafine dhe piper të zi kokër, por këto janë dëshirën tuaj. Kush ka dëshirë, mund të mos përdor fare hudhër, por unë ja shtoj pasi më pëlqen shumë shija që marrin turshit në fund. Në fillim do shtojmë në vazo hudhrën, dafinën dhe piperin e zi kokër dhe më pas do rendisim specat me radhë brenda vazos. I sistemojmë specat mirë duke i vendosur në vazo në mënyrë të tillë që pjesa e mbushjes të jetë përsipër. I vendosim kështu në mënyrë që të mos bjerë mbushja e tyre. Dhe pasi i kemi sistemuar mirë, do u hedhim lëngun e uthullës specave sipër. Lëngu i uthullës duhet të jetë i nxehtë. Do përdorim të njëjtin lëng aty ku zjem edhe specat. Nëse gjatë kohës që mbushni specat, lëngu u është ftohur, e ngroni sërish dhe më pas u hedhim lëngun specave sipër. Mirë është që lëngu të mbuloj specat, prandaj e mbushim vazon deri te gërka. Para se ta mbyllim vazon, shtoni sërish hudhër, dafinë dhe piper të zi dhe më pas e mbyllim vazon me kapak edhe e ktheni menjëherë vazon përmbys dhe e lëm në këtë mënyrë derisa vazoja të ftohet komplet. Duke i lënë me kokë poshtë, vazoja mbyllet hermetikisht dhe turshit nuk marrin ajër. Dhe në këtë mënyrë keni mundësi t'i ruani për disa muaj. Pasi vazoja ftohet mirë, ju mund t'i ruani në dollap dhe mund t'i ruani në këtë mënyrë deri në dimër ose edhe më gjatë. Këto janë turshi pa konservues që bëhen shumë të mira dhe janë si ato që blini të gatshme në dyqan. Pas 2 javësh keni gati që t'i hapni, sa më shumë t'i lini, aq më të mira ato bëhen.
Kjo është edhe receta që unë kisha përgatitur sot për ju të dashur miq. Nuk e di nëse ju pëlqeu, nëse po mos hezitoni të jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miq dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Mua më gjeni gjithashtu dhe në Instagram duke më kërkuar me emrin Rajana Kitchen. Unë ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët dhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.